Irani ka krijuar një agjenci qeveritare për të kontrolluar dhe taksuar anijet që kërkojnë të kalojnë përmes ngushticës strategjike të Hormuzit, raportoi të njëjtë një kompani të dhënave detare Lloyds, ndërsa Teherani tha se po shqyrtonte propozimet më të fundit të SBA-s për t'i dhënë fund luftës. Përpjekja e Iranit për të formalizuar kontrollin mbi këtë korridor detar ka ngritur shqetësime të reja për transportin ndërkombëtar, pasi qindra anije tregtare kanë mbetur të bllokuara në gjirin persik dhe nuk po arrin të dalin në det të hapur. Megjithatë, shpresa se konflikti 2 mujor mund të përfundojë së shpejti ka ndikuar pozitivisht në tregjet ndërkombëtare. Agjencia e quajtur Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik po pozicionohet si i vetmi autoritet i vlefshëm për të dhënë leje për anijet që kalojnë nëpër ngushticë, raportoi Lloyds në një përmbledhje online. Ndërkohë, zyrtarë të lartë iranian kanë thënë se udhëheqësi suprem Mojtaba Khamenei po luan një rol kyç në mbikëqyrjen e negociatave me SBA-n. Megjithatë, ai vazhdon të qëndrojë i fshehur dhe nuk është të shfaqur në publik që kur u plagos në fillim të luftës. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se së fundmi kishte zhvilluar një takim me Khamenein që zgjati më shumë se 2 orë.